Kryetare së Komisionit Qytetëror për Antikorrupsion Tatjana Dimitrovska, gjykata i ka caktuar mas kujdesi pasi që dyshohet se përmes aplikacioneve për mesazhe ka ndarë sekrete zyrtare për një të akuzuar tjetër. Me zgjerimin e hetimit të rastit të quajtur aditiv në mesin e të akuzuarve është edhe personi i parë i antikorrupsionit dhe për këtë prokurori kërkoi caktimin e masave të kujdesit, të cilin e ka pranuar edhe gjykata. Masa janë caktuar edhe për të dyshuarit e tjerë. Kundër B.N i dyshuar për veprat penale të bashkimit kriminal, keqpërdorimit të procedurës së prokurimit publik dhe pastrimit të parave dhe të ardhrave tjera nga veprat penale, është caktuar para burgim 30 ditor. Për B.M dhe T.D të dyshuar për vepër penale, zbulimin e sekreteve shtetërore. U pranua propozimi për caktimin e masës së kujdesit, gjithsesi marrjen e përkohshme të dokumentit të udhëtimit dhe ndalesë për nxjerrje të dokumentit të ri dhe ndalesë për ndërmarrje të aktiviteteve të caktuara të punës që lidhen me veprën penale. Sipas njoftimit të prokurorisë, kryetaria e Komisionit Antikorrupsion si person zyrtar nga muaji maj deri në muajin dhjetor 2024, përmes aplikacioneve WhatsApp dhe Viber i ka dhënë informacione të akuzuarit në rastin aditiv. Në shkurt të këtij viti, prokuroria nisi hetimin për rastin aditiv kundër 31 personave fizik dhe 5 juridik. Në mesin e të dyshuarve ishin ish-drejtori i Qendrës Sportive Boris Trajkovski Ratko Kapushevski, djali i deputetit të BDI-s Ismail Jahoskit Armir Jahoski, si dhe ish-drejtori i EMV-s Vasko Kovacevski.